Vjedhja e makinave dhe mjeteve të tjera motorike në kryeqytet është kthyer në një shqetësim për qytetarët nga viti në vit. Vetëm gjatë 3 viteve të fundit, rezulton që në Tiranë të jenë vjedhur më shumë se 1000 automjete. Sipas ekspertëve të policisë, vjedhja e automjeteve realizohet nga grupe të strukturuara kriminale. Vetëm në raste të veçanta, rezulton që në vjedhje të jenë përfshirë individ të veçuar. Vjedhja e makinave në Shqipëri në shumë raste është një aktivitet i këtyre grupeve të strukturuara, të cilët planifikojnë çdo detaj të vjedhjeve, si një biznes fitimprurës. Vjedhje këto të cilat realizohen në kohë rekord, nga 30 sekonda deri në 2 minuta e gjysmë. Oraret kryesisht janë në pikun e mëngjesit, si të thuash, mendimi im, jo mendimi im, por çfarë kam konstatuar, janë nga ora 4:30 deri në orën 5:30-6 të mëngjesit. Është orari ideal, shërbimet e policisë janë shumë të lodhura, gjatë tonit të natës bëhet ndrimi në orën 6 të mëngjesit, do të thënë i shërbimeve të cilët vinë çerekore se 20 minuta përpara, 6 pa një çerek, ndërkohë që lihen turnet shërbimet. Si viktima të vjedhjeve të makinave, janë bërë pjesë të gjitha shtresat e shoqërisë, duke e mos lënë jashtë vëmendjes ministra, prokuror apo gjyqtar. Benet Koka, ekspert i policisë dhe ish drejtuesi i sektorit të vjedhjeve në Policinë e Tiranës, shprehet për investigim.al se vjedhjet e mjeteve janë një problem që në tërësi nuk kanë gjetur kurrë zgjidhje. Pasur problemet e veta natyrisht, por më shumë nga të gjitha e lidhin me vullnetin që ka vetë policia e shtetit apo shërbimet e saj për ta zgjidhur në themel të problem. Sipas Kokës, vjedhja e automjeteve lidhet me 6 gjëra kryesore. Spari lidhi me pjesën kryesore, riciklimi i pjesëve të automjeteve të vjedhura, të cilat lidhen me pikat e skrapit. Përderisa ka një udhëzim, pikat e skrapit nuk kanë pse duhet funksionojnë të palicencuara. Dhe në Tiranë janë një numër i madh. Në Shqipëri janë jashtëzakonisht. Gjitha makinat, pjesa më e madhe vidhen dhe në këto pika skrapi riciklohen pjesë. Do thënë është absolutisht pa logjik që diçka që varet nga pushteti lokal, njëkohësisht varet nga nga policia e shtetit, qoftë edhe dhënia e autorizimit përfundimtar që ka kompetencë drejtori i policisë qarkut, t'i lejnë funksionim këto pika skrapi, të cilat domosdoshmërisht merren me këtë gjë, është vërtetuar në të gjitha rastet dokumentuara në procedime penale që kemi pasur dhe më përpara. Mungesa e një databaze të veçantë për makinat e vjedhura. Krijimin e një database të vërtetë, i cili nuk ekziston. Kemi pasur shumë procedime penale që është dokumentuar ngjarje, një pjesë e automjeteve kanë qenë të vjedhura, nuk janë dokumentuar dot. Ka qenë e pamundur, sepse mjeti mund të jetë vjedhur në Berat, mund të jetë vjedhur 5 vjet përpara, vepra penale mund të jetë parashkruar, nuk ka shumë rëndësi kjo gjë, por database-i duhet të ekzistojë. Diku nga vitet 2011 filloi krijimi i një database, po ishte thjesht në Excel. Dhe në disa komisariate që kam punuar unë, respektivisht janë hedhur që nga viti 2005 deri në vitin 2011 automjetet e vjedhura, ku përshkruheshin qoftë me procedime, qoftë data e tyre, vjedhjes, qoftë numri shasisë, qoftë targa, lloji mjetit, pronësia, autorët, prokurori që ka pasur çështjen, oficeri policisë gjyqësore që ka ndjekur provat e ekzaminuara që ishin. Koordinimi i punës dhe mbajtja nën kontroll e këtij fenomeni. Precedenti është i vështirë për të mbajtur, është shëtitës lëvit lart e poshtë, vin nga rrethet tek ne. Vetë policia e shtetit aktualisht nuk ka një sistem database të qëndrueshëm për adresat e këtyre personave. Lëvizjet që bëjnë. Nuk mund ta kuptoj dot që njerëzit nxjerrin kartë identiteti, pushteti lokal administron të gjithë informacionin me fotografi dhe me adresa nga regjistrimi për marrjen në administrimin e kartave të identitetit dhe kjo mos i serviret policisë. Do lehtësonte punën për të gjitha të precedent. Por në tërësi vjedhja e automjetit është pasuri e madhe dhe në total bëjnë pjesën dërmuese të vjedhjeve në Tiranë, duke përfshirë ato të biznesit. Kontrolli i targimit të mjeteve. Këto automjete vidhen dhe ajo që është më e çuditshme është fakti se si ritargohen. Pasur raste të tilla që ishin të ritarguara.
Vjedhur këtu, targuar në Kukës. Vjedhur në Kukës, targuar në Berat. Thjesht ky database që nuk ekziston bën të mundur ritargimin e këtyre makinave. Është e pamundur dhe e pakonceptueshme që të ritargohet kjo makinë. Ngritja e një strukture të posaçme në polici për vjedhjet e automjeteve. Më kujtohet në 2009, kur shef seksioni ka qenë Gentian Bajrami, pothuajse vjedhjet e makinave zbritën në zero në gjithë Shqipërinë, sepse u godit në themel. Ku bëshin vjedhjet e makinave? Ishin në Laç, ishin në Kukës. Atje shkohesh me këtë grup i cili ishte përbërë nga specialist. Po ky grup nuk janë thjesht specialistë që janë të trajnuar për këtë fushë. Po do të një mbështetje. Mbështetja duhet të jetë nga ana financiare, duhet të jenë të pajisur me zyra, duhet të jenë të pajisur me mjete për të realizuar grackat me qëllim kapjen e autorëve në flagrancë. Duhet të jenë të pajisur me GPS për ta ndjekur deri në momentin deri në vendin ku ai parkon automjetin. Krahas të gjithë problemeve të tjera që janë më shqetësuese se sa vjedhja e automjetit në thonjza, në numër këto përbëjnë shumicën. Pajisja me tyre pastaj me GPS do ishte çdo gjë, do ishte edhe më perfekte. Ndërgjegjësimi i qytetarëve. Qytetarët të marrin masat para se të largohen nga Tirana për pushimet verore, mos t'i lënë makinat e tyre vend e pa vend të parkuara, sepse kur të vinë do konstatojnë që makinën e tyre do ta kenë të vjedhur. Patjetër, nëse konstaton një makinë që 2 ditë rresht nuk lëviz, do thotë që kjo është abandonuar në thonjza dhe nuk ka njeri që ta ruaj. Atëherë është shumë e thjeshtë për ta marrë si makinë. E njëjta gjë bëhet fjala edhe për ato vjedhjet që kanë qenë dikur, që kanë rënë në zero sepse u goditën. Me thënë të drejtën që atëherë kur herën e fundit që kemi bërë një intervistë, mos gaboj, u goditën. Ka qenë edhe vjedhja e makinave nga neglizhenca, që hyn te kjo pikë e fundit, nga neglizhenca e njerëzve, të cilët kur shkonin në automatet që të hiqnin lek, linin makinat ndezur. Statistika tregojnë që nga viti 2004, numri i mjeteve motorike të trafikuara është rritur ndjeshëm. Vjedhjet e automjeteve për vitin 2013 ka ndodhur 289 raste, janë zbuluar 103 me zbulueshmëri 35%. Vjedhjet e automjeteve ndodhin më tepër gjatë orëve të natës dhe këto vjedhje janë të shpërndara në të gjithë jurisdiksionin e Drejtorisë së Qarkut Tiranë, por rastet më të shpeshta ka ndodhur te komuna e Parisit, Unaza e Re, që përfshin kryqëzimin e Unazës, Doganën, Laprak, Don Bosco dhe Jordan Misja. Gjithashtu, ky fenomen ka ndodhur dhe në orët e pasdites, kryesisht në zonat me fluks lëvizje më të lartë e konkretisht në zona si Parku Rinia, Bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe Bulevardi Zogu i Parë. Vjedhje të ndodhura me fenomenin e lënies të ndezura me çelësa në kuadër. Kryesisht automjetet e vjedhura janë të tipit Mercedes-Benz 240, 250 dhe Volkswagen Golf, mjete të cilat kanë element teknologjik sigurie të ulët.